Aksioni ndaj informalitetit ka mobilizuar vetë drejtuesit e drejtorisë së përgjithshme të tatimeve, të cilët kanë zbritur në rrethe për të instruktuar inspektorët. Numri 2 tatimeve, Flobens Dilaveri ka mbledhur inspektorët e Elbasanit, të cilëve u ka kërkuar që të mos tolerojnë asnjë biznes informal që në rang qarku janë rreth 50%. Hatet në shifrat 30 deri në 50%, informalitet i cili gjithashtu është shumë e vështirë për mbledhet në një shprehje kaq thjesht informalitet. Sepse mund të jetë dikush i pajisur me kasë fiskale dhe nuk lëshon kuponin tatimor, mund të jetë dikush që nuk ka dokumentacion ligjor për të bërë biznes. 230 lekë të reja në ditë duhet paguaj për shtetin dhe veten, për të pasur licencë dhe për të punuar i qetë. Inspektorët e tatimeve së bashku me të autoritetit kombëtar të ushqimit dhe inspektoriatit të punës në aksionin që pritet të nisë të hënën e 7 shtatorit, do dalin në terren nga ora 8 deri në 20. Urdhri është që të mos neglizhohet asnjë rast, si për regjistrimin e biznesit apo punonjësve, pajisja me kasë fiskale dhe deri tek lëshimi i kuponit tatimor.